Rasti i parë është betejë e SPAK kundër qeverisë, krahasuar me raportin e OSBE ODIHR. Nëse ndjek 24 orat e fundit reagimet e shumë figurave të PD-s për zhvillimet e fundit, shikon se si shtiren sikur më në favor të tyre është raporti i OSBE ODIHR, sesa bilanci i goditjeve që SPAK-u po i jep qeverisë në vazhdimsi me hetimet e figurave të larta të saj. Dhe i gjithë ky siklet vjen vetëm nga fakti se e kanë të ndaluar të mbështeten tek bilanci i SPAK për shkak të Berishës. Madje sot Berisha shkoi edhe më tej, duke akuzuar SPAK se e kishte mashtruar përmes qytetarit digjital, që Tom Doshi ishte arratisur, se do arrestoi nga SPAK, dhe se kjo ishte bërë që të sfumoi lajmi për hetimet e mundshme rreth Ballukut. Dhe të gjitha deklaratat e sotme të PD-s bëjnë fjalë për nisje të protestave bazuar tek raporti i OSBE ODIHR. Raporti i zgjedhjeve është i shkruar e bardhë mbi të zezë, dhe jo vetëm që nuk është ndonjë certifikues i pretendimeve të PD-s, por vetëm përshkrues i pretendimeve të tyre. Më keq akoma, i ka të gjitha rekomandimet kundër asaj që kërkon PD për zgjedhje. Ai është i padobishëm për PD-n në çdo faqe. Më i dobishëm se raporti i OSBE-s, natyrisht që është goditja që po vazhdon të marrë qeveria prej SPAK-ut dita ditës, por kjo i duket më shumë komplot PD-s se sa PS-s. Dhe arsyeja është vetëm se është pengi i historisë së kryetarit të saj me drejtësinë. Nëse PD nuk do kishte sot kryetar Sali Berishën, por të zëm njeriu më anonim të saj, por që nuk ka probleme me drejtësinë, së paku nuk do tallej me demokratët duke ju thënë se tani kemi shpëtuar nga raporti i OSBE ODIHR, por përdorte betejën e SPAK kundër qeverisë. E njëjta gjë edhe me rezolutën e sotme të Partisë Socialiste lidhur me arrestimet paraprake të urdhëruara prej SPAK në rastet e shpërdorimit të detyrës apo korrupsionit të zyrtarëve të saj. Ndalimi i kësaj praktike është domosdoshmëri për të mos e kthyer procesin e hetimit në një proces represiv dhe shkatrues për dinjitetin njerëzor. Edhe këtu Partia Demokratike ju referua në mënyrë të gënjeshtër raportit të OSBE ODIHR që, sipas tyre, sulmon punën e dobët të SPAK për zgjedhjet. Raporti as e përmend SPAK-un për punë të dobët dhe as i vlerëson qëndrimet e PD-s për SPAK si qëndrime të raportit, por konstatime që i referohen PD-s. Por çështja është se PD duhet të thotë gjëra që nuk e vën në siklet kryetarin dhe jo ato që ndodhin në realisht. Është pak a shumë ashtu siç reagoi ndaj Florian Binajt si i pavarur i përzgjedhur nga Berisha dhe Besart Xhaferit, kryetarit të Forumit Rinor, deputet i PD-s dhe pjesë e strukturave partijake. Binaj si i pavarur i përzgjedhur nga Berisha nuk sulmohet, pavarësisht se ca nga mungesa e përvojës politike dhe ca nga këshilltarët e vet këput muçollaka kundër PD-s dhe e trajton Berishën si një gjebroz që duhet i ri larg. Kurse Xhaferi, që është pjesë e drejtuesve të PD-s dhe deputet, vetëm se tha që Berisha duhet të iki me 2026-ën, se duhet të respektojë statutin, e masakruan sikur të ishte një diversant i zbritur në oborin e PD-s dhe nuk e njihnin më parë. Të dy janë të rinj, njëri ka mbaruar një nga universitetet më të mira në Londër, kurse tjetri vjen nga Portokallia. Por pasi kanë kuptuar kush është i kryetarit dhe kush realisht më larg këtij, Portokallin e quajnë Cambridge dhe Besartin e quajnë njeri i ardhur nga rruga në PD. Mjafton kjo qasje politike të PD-s në këtë moment për të kuptuar se energjitë opozitare këtu janë të destinuara të shpërdoren për shkak të halleve të Berishës. Vetëm ai ka aftësinë të sorollas njerëzit tek gjëra pa vlerë, siç është referimi fals tek raporti i ODIHR dhe të shmangin nderin e madh politik që SPAK-u i ka bërë opozitës, duke futur shumicën e qeverisë në nënhetim dhe burg, vetëm se drejtësia është dhe një armik i tij. Se me thënë të drejtën, më shumë kryetar opozite është Altin Dumani se sa Sali Berisha, por ky është dënimi dyfisht për Berishën, ndaj injorohet kontributi i tij.